Përshëndetje, unë jam Alma, nusja e re në këtë familje, dhe sot do t'ju tregoj një histori që rëqeth dhe prek çdo zemër. Një martesë që duke e qetë dhe e harmonishme, por rrezikonte të shkatërohej nga një sekret i errët i së kaluarës sime. Vjehra ime, bukurie, gjithmonë kishte besuar se mund të njihte çdo anë të familjes son, por ajo që zbuloi për mua ndryshoi gjithçka. Një sekret që mund të rënonte lidhjen dhe besimin mes meje dhe Gentit, dhëndrit tim, duke na detyruar të përballemi me të kaluarën dhe të vendosim se si do të ecim përpara. Sekreti i errët i Almës. Përshëndetje, unë jam Alma. Kur u njoha me Gentin, dhëndrin tim të arshëm, gjithçka duke perfekte. Ai i kujdesshëm, i dashur, i vendosur të më bënte të ndihem e sigurt dhe e vlerësuar. Dashuria jon ishte e fortë, një ndjenjë që nuk mund të shpjegohej me fjalë. Familjet tona u takuan dhe gjithçka dukej normale, përveç ndonjë tensioni të vogël që shpesh lind kur dy familje bashkohen. Vjehra ime, bukurie, ishte një grua me karakter të fortë, me sy që dukeshin si të shihnin brenda shpirtit. Ajo gjithmonë ishte e drejtë dhe nuk toleronte asnjë fshehtësi. Qysh në takimin ton të parë, ndjeva se ajo më vlerësonte dhe më shikonte me kurreshtje, por nuk mund të shmangja ndjesinë e një rrotullimit të çuditshëm të tensionit në ajër. Ditët e para të martesës ishin të bukura, plot qeshje dhe biseda të ngrohta me Gentin. Por, ndërsa javët kalonin, fillova të ndjej një presion të fshehtë nga bukuria. Ajo shpesh më shikonte gjatë bisedave, duke shfaqur një kujdes që nganjëherë duke i tepërt. Një ditë, ndërsa po rregulloja disa gjëra në shtëpi, pash një dosje të fshehur në dollapin e saj. Nuk ishte e lehtë të ndaloje kur kurioziteti të thëriste, dhe më tërhoqi mendimi se ajo po fshehte diçka që mund të kishte të bënte me mua. Ndërsa më shumë përpiqesha të përqendrohesha te martesa jon, shpesh ndjeja shikimet e bukurisë mbi mua. Ato nuk ishin thjesht sy të zakonshëm. Ishin vëzhgime që dukeshin si gjykime të heshtura, si të kërkonin diçka që unë kisha fshehur. Dhe aty ku filloi dyshimi, filloi edhe frika. Një pasdite, kur Genti ishte në punë, bukuria më kërkoi të bisedonim vetëm. Ishte një moment që nuk mund të shmangja. U ulëm në dhomën e ndenjës, dhe ajo, me zërin e saj të qetë por të fortë, më pyeti: "Alma, a ka diçka që po më fshen nga unë?" Fjalët e saj më goditën si rufeja. Zemra më rrihte fort, dhe një ndjenjë e panjohur, paniku, filloi të përhapej brenda meje. Nuk mund të lejoja që e kaluara ime të prishte këtë martesë, por ajo, me sytë e saj të thellë dhe të kuptueshëm, nuk kishte pse të dinte gjithçka, apo jo. U përpoqa të qetësohesha dhe thash me zë të ulët: "Jo, nuk ka asgjë që duhet të dish." Por bukurie nuk u bind. Ajo ngriti dorën dhe tha: "Alma, çdo familje ka sekrete, por disa sekrete janë të rrezikshme. Dhe kur një sekret mund të shkatërrojë një martesë, nuk mund të injorohet." Ajo foli me një maturi dhe një qartësi që më bën të kuptoj se çdo fjalë që do të thoshte kishte peshë të madhe. Një ndjesi frike dhe fajësie u përhap brenda meje. Nuk ishte e thjeshtë të shpjegoje të kaluarën time, atë periudhë që kishte qenë errët dhe e dhimbshme, periudhë që unë e kisha mbyllur thellë brenda shpirtit tim. E kaluara ime nuk ishte një histori e zakonshme. Ishte një kapitull i dhimbshëm që përfshinte vendime të gabuara, situata që më kishin shtyrë në kufi, që nuk do të doja të rikujtoja kurrë. Por tani, para bukurisë, ndjeja se sekreti im nuk mund të mbetej i fshehur më gjatë. Bukuria më shikoi me një kombinim të kujdesit dhe ngulmit, dhe më tha: "Alma, ndonjëherë vërteta është e dhimbshme, por ajo është gjithmonë më e fortë se çdo gënjeshtër. Nëse do të ecim përpara si një familje, duhet të më thuash gjithçka." Ndjej sikur koha kishte ndaluar. Zemra më rrihte dhe mendja më vriste pyetje mbi pyetje. Si do ta pranonte ajo? A do ta shkatëronte këtë martesë, ose do të mund të më kuptonte? Pas disa çaste sheshtjeje, fillova të tregoj pjesë të së kaluarës sime. Fjalët dolën me vështirësi, por sa më shumë flisja, aq më shumë ndjeja një lehtësim të fshehtë brenda meje. Bukuria dëgjonte çdo fjalë me vëmendje, pa ndërprerje, dhe në sytë e saj lexoheshin emocione të përziera. Habi, trishtim dhe një dosë të lehtë mërzie. Kur përfundova, ajo ul për pak, duke menduar. Pastaj, më kapi dorën dhe më tha: "Alma, kjo histori është e dhimbshme, por nuk je më e njëjta person që ke qenë atëherë. Nëse do të dëshirosh të ecim përpara, ne do të gjejmë rrugën së bashku." Fjala e saj më goditi thellë. Nuk ishte vetëm falje, por një mundësi për të rindërtuar besimin. Ndjeva një peshë që më kishte rënduar për vite të tëra të largohej, dhe një shpresë e re filloi të ndizet brenda meje. Por, edhe pse tensioni i momentit u ul, diçka më thoshte se sfida jon nuk ishte përfunduar. Sekreti i mund të ishte i pranuar, por ndikimi i tij mbi martesën dhe marrëdhëniet brenda familjes do të ishte më i madh se sa mund ta imagjinoja. Do të duhej durim, guxim dhe besim për të kaluar çdo pengesë që vinte nga e kaluara,
dhe për të ndërtuar një të ardhme të fortë me Gentin dhe Bukurie. Pas asaj bisedë të vështirë me Bukurien, Alma ndjeu një lehtësim të përzier me pasiguri. Ajo kishte ndarë të kaluarën e saj, por nuk ishte e sigurt se si Genti do të reagonte kur të zbulonte gjithçka. Ditët pas kësaj bisede ishin të mbushura me tension të fshehtë, ku çdo fjalë, çdo shikim, duke sikur kishte dy kuptime. Genti ishte një dhëndër i kujdesshëm dhe i dashur, por edhe ai filloi të ndjente se diçka nuk shkonte. Ai vëzhgonte Almën me një kombinim të dashurisë dhe dyshimit. Nuk ishte zilia apo mosbesimi, por intuita e tij e fortë i thoshte se diçka e rëndësishme po mbahej e fshehtë. Një pasdite, ndërsa Alma përgatitej për darkën e zakonshme familjare, Genti u afrua dhe i tha: "Alma, diçka po të shqetëson. E ndjej që nuk po më tregon të gjitha gjërat. Mund të më thuash gjithçka, pa frikë?" Alma e kuptoi se nuk mund të shmangte më asgjë. Zemra i rrihte fort, dhe mendja i kthente kujtime të dhimbshme që donte t'i harronte për jetë. Por dashuria për Gentin dhe dëshira për të ruajtur familjen e saj e shtyn të fliste. Ajo filloi të tregonte ngjarje nga kaluara e saj, vendime të gabuara, njerëz dhe situata që e kishin bërë të ndjente turp dhe faj. Genti e dëgjoi me vëmendje dhe, për habin e Almës, nuk e gjykoi. Ai thjesht e mbajti dorën dhe i tha: "Alma, çdo njeri ka të kaluarën e vet. Ajo nuk përcakton se kush je sot. Dashuria jon është më e fortë se çdo gabim i kaluar." Por, ndërsa Alma ndjeu lehtësim, Bukurie nuk mund të qëndronte jashtë ngjarjeve që po ndodhnin. Ajo kishte dëgjuar pjesë të bisedës dhe kuptoi se sekreti i Almës kishte peshë më të madhe se sa ajo fillimisht kishte menduar. Bukurie, me karakterin e saj të fortë, nuk mund të pranonte që diçka që mund të dëmtonte martesën të qëndronte pa u sqaruar. Në ditët që pasuan, tensioni mes Almës dhe Bukuries u rrit. Çdo gjest, çdo fjalë, duke sikur ishte pjesë e një loje të kujdesshme. Alma përpiqej të tregonte dashurinë dhe respektin për vjerën, por secili shikim i Bukuries e bënte të ndjente faj dhe frikë. Një mëngjes, ndërsa Alma po përgatitej të shkonte në punë, Bukurie e thiri: "Alma, duhet të flasim seriozisht. Nuk është e thjeshtë të pranosh të kaluarën, por mënyra si e menaxhon tani do të vendos shumë për të ardhmen e kësaj familjeje." Alma ndjeu se ky moment ishte vendimtar. Ajo u ul pranë Bukuries dhe tha me vendosmëri: "Bukurie, nuk ka gjë që dua më shumë se të ruaj këtë martesë dhe të jem pjesë e kësaj familjeje. E di që e kaluara ime mund të jetë problem, por dua të ecim përpara së bashku, me sinqeritet dhe dashuri." Bukurie e shikoi gjatë dhe pastaj, me një frymë të thellë, i tha: "Alma, do të jap një shans, por duhet të jemi të sinqerta me njëri tjetrin. Çdo gabim i fshehur mund të kthehet kundër nesh. Nëse do të ecim përpara, kjo është rregulla e parë. Asnjë sekret më shumë." Alma ndjeu një lehtësim të madh. Nuk ishte vetëm falje, por një mundësi për të ndërtuar besim dhe respekt të ndërsjellë. Ajo kuptoi se sfida e vërtet nuk ishte vetëm e kaluara e saj, por mënyra se si familja do të punonte së bashku për të ruajtur martesën dhe harmoninë. Por jeta nuk ishte kaq e thjeshtë. Ditët që pasuan sollën prova dhe situata që sfiduan durimin e Almës dhe Bukuries. Një mik i vjetër nga kaluara e Almës doli papritmas në qytet, duke i sjell kujtime të vështira dhe duke rrezikuar të zbulojë detaje që Alma nuk kishte dëshiruar të shpërndante. Genti, i bindur se çdo problem mund të zgjidhej me komunikim dhe dashuri, ishte gati të mbështeste Almën, por tensioni në familje po bëhej më i dukshëm. Bukurie, me natyrën e saj të drejtë dhe të fortë, nuk mund të pranonte rrezikun e fshehtë që po vinte nga e kaluara. Një përballje e madhe po afrohej, dhe Alma e dinte se çdo hap i gabuar mund të shkatëronte gjithçka që kishte ndërtuar me Gentin dhe Bukurien. Ditët pas kthimit të mikut të vjetër u bën të tensionuara. Alma ndjeu se çdo hap i saj ishte në vëzhgim, dhe secili mesazh ose telefonat mund të shpërfaqte diçka nga e kaluara e saj. Ajo përpiqej të qëndronte e fortë për Gentin, por shpesh ndjehej e lodhur dhe ndrojtur nga ndikimi i së kaluarës. Një mbrëmje, pas darkës, Bukuria e thiri përsëri Almën në dhomën e ndenjes. Ajo nuk kishte nevojë të fliste shumë. Qëndrimi i saj, shikimi drejt për drejt dhe qetësia që mbante, e bënin çdo fjalë të rëndë. "Alma, nuk mund të vazhdojmë kështu," tha Bukuria me zërin e saj të qetë, por të prerë. "Miku yt i vjetër nuk është thjesht një kujtim. Ai mund të bëhet një problem real për këtë martesë. Duhet të vendosësh se çfarë do të bësh." Alma ndjeu një val paniku dhe fajësie. Nuk ishte e thjeshtë të pranonte se një pjesë e së kaluarës po kërcënonte të shkatëronte gjithçka që kishte ndërtuar me Gentin dhe Bukurien. Ajo u ul, duke marrë frymë thellë, dhe vendosi të ishte e sinqertë. "Bukurie, unë do të bëj gjithçka që mundem për të mbrojtur këtë martesë. Nuk dua që asgjë nga e kaluara ime të prish jetën tonë." Bukurie e shikoi gjatë,
dhe pastaj bëri një hap të vogël përpara. Alma, e di që ke kaluar shumë, por duhet të jesh e fortë. Çdo vendim që merr tani do të ndikojë tek Gent dhe tek unë. Ne të dyja duam të ruajmë këtë familje, por duhet të kuptosh, nuk mund të ketë asnjë fshehtësi tjetër. Ndërsa Bukurie fliste, Alma ndjeu një ndjenjë respekti dhe admirimi për vjehrën e saj. Nuk ishte vetëm autoritet, ishte një mbështetje dhe një paralajmërim i sinqert. Alma kuptoi se për të ecur përpara, nuk mjaftonte vetëm dashuria për Gentin. Ajo duhej të përballonte çdo sfidë me kurajo dhe sinqeritet. Por jeta kishte vendosur që sfidat e saj të mos ndaleshin këtu. Pak ditë më vonë, miku i vjetër i Almës, Erion, u shfaq papritur në qytet. Ai nuk kishte ardhur thjesht për të takuar një shok të vjetër. Qëllimi i tij ishte të rikthehej në jetën e Almës, duke i rikujtuar asaj të kaluarën që kishte përpjekur të haronte. Kur Erioni e pa Almën, një emocion i vjetër u shfaq në sytë e tij, por për Alma ishte një kujtesë e hidhur e një kohe të vështirë që donte ta fshinte për jetë. Genti, duke kuptuar tensionin dhe shqetësimin e Almës, ju afrua asaj me dashuri. Alma, çdo gjë që do të ndodh, ne do ta përballojmë së bashku. Asgjë nga e kaluara nuk mund të na ndajë nëse kemi besim tek njëri tjetri. Por Bukurie nuk ishte e bindur kaq lehtë. Ajo e kuptoi se ardhja e Erionit mund të sillte komplikime të reja, dhe se vetëm një veprim i matur mund të shmangte një krizë të mundshme. Ajo vendosi të fliste me Almën dhe ta udhëzoi në mënyrë të kujdesshme për të menaxhuar situatën. Një mbrëmje, Alma, Genti dhe Bukurie u ulën së bashku për të diskutuar situatën. Bukurie foli e qetë, por me autoritet. Alma, e di që Erioni ka qenë pjesë e së kaluarës tënde, por tani nuk ka më vend për dilema. Duhet të vendosësh dhe të tregosh qartë se çfarë do të bësh. Nëse do të ecim përpara, kjo duhet të bëhet me plot sinqeritet dhe vendosmëri. Alma ndjeu se çdo fjalë e Bukuries ishte një test për forcën dhe maturinë e saj. Ajo kuptoi se e kaluara nuk mund të fshihej më, por mund të përdorej si një mësim për të ndërtuar një të ardhme më të fortë. Me një frymë të thellë, Alma tha: "Unë dua të ecim përpara. Dua të jem pjesë e kësaj familjeje dhe të ruaj këtë martesë. Do të jem e sinqert dhe e vendosur në çdo hap që bëj." Bukurie e përqafoi dhe i tha: "Alma, atë që kemi për të ndërtuar është më e rëndësishme se çdo e kaluar. Nëse do të ecim përpara, do ta bëjmë së bashku, si një familje." Në këtë moment, Alma ndjeu një peshë që kishte mbajtur gjatë gjithë jetës të largohej. Nuk ishte vetëm falje, por një mundësi për të ndërtuar besim dhe dashuri të vërtet. Ajo kuptoi se sfida e vërtet nuk ishte e kaluara, por mënyra se si secili prej tyre do të përballonte të tashmen dhe të ardhmen. Ditët që pasuan shfaqjen e Erionit u bën të mbushura me tension të pandërprer. Alma ndjente çdo lëvizje të tij, çdo mesazh, çdo telefonat si një kujtesë e dhimbshme e së kaluarës që kishte përpjekur të haronte. Ai nuk kishte ardhur thjesht për të rikthyer kujtime, por për të provokuar ndjenja të cilat Alma mendonte se i kishte lënë pas. Një pasdite, kur Genti ishte në punë, Erioni u shfaq papritur në derën e shtëpisë. Ai ishte i qeshur, duke u përpjekur të tregonte një miqësi të vjetër, por për Alma ishte sikur çdo buzëqeshje e tij ishte një thikë që i prekiste kujtimet e errta. "Alma, sa kohë? Nuk mund ta besoja që do të gjeja kaq shpejt," tha Erioni, duke e përqafuar ngrohtësisht. Alma, duke ndjer panik dhe tension, e shikoi me kujdes. Ajo e dinte që çdo kontakt me të mund të rishkruante plagët e së kaluarës. Pa humbur kohë, ajo e udhëzoi të ulej dhe përpiqej të mbahej e qetë. Kur Genti hyri papritmas në dhomë për të parë çfarë po ndodhte, tensioni u rrit menjëherë. Ai pa shikimet dhe tensionin mes Almës dhe Erionit dhe kuptoi se diçka nuk ishte thjesht një takim i rastësishëm. "Erion, mirë se erdhe, por mendoj se duhet të flasim qartë. Çfarë qëllimi ke vërtet këtu?" pyeti Genti, duke mbajtur zërin të qetë, por autoritar. Erioni, duke kuptuar se nuk mund të fshihej asgjë, i tha: "Unë thjesht dëshiroja të takoja një shok të vjetër. Nuk kam qëllim tjetër." Por Genti nuk e besonte plotësisht. Ai ndjente se diçka e fshehtë mund të shpërthente në çdo moment. Alma ndjeu se tensioni ishte i pashmangshëm. Ajo duhej të vepronte me kujdes, por edhe me vendosmëri. Pas disa minutash të gjatë heshtjeje, Alma u ngrit dhe foli me vendosmëri: "Erion, e kaluara ime është e kaluar. Unë jam e martuar tani, dhe çdo gjë që bëjmë tani duhet të respektoj këtë. Nuk mund të lejoj që e kaluara të shkatërroj atë që kam ndërtuar me Gentin." Erioni e kuptoi mesazhin dhe u tërhoq pak, duke kuptuar se nuk kishte më hapësirë për lojra të vjetra. Por tensioni nuk ishte zhdukur plotësisht. Ai mbeti si një kujtesë e mundshme e sfidave që do të vinin në të ardhmen. Pas largimit të Erionit, Bukurie, që kishte ndjekur gjithçka në heshtje, i tha Almës:
Alma, çdo hap që bën tani është vendimtar. Duhet të jesh e sinqert dhe e fortë. E kaluara të ka formuar, por nuk mund të lejojmë që të na ndaj tani. Genti ka nevojë për besim, dhe ti duhet të tregosh se je e gatshme të përballesh me çdo situatë. Alma ndjeu një val emocioni dhe përgjegjësie. Ajo kuptoi se sfida e vërtet nuk ishte thjesht prania e Erionit, por mënyra se si secili do të ruante besimin dhe dashurinë brenda familjes. Ajo vendosi të fliste hapur me Gentin, duke treguar çdo ndjenjë dhe shqetësim që kishte ndjerë gjatë këtyre ditëve të vështira. Kur Genti ul pranë saj dhe e pyeti: "Alma, çfarë ndodhi me Erionin? Më trego gjithçka." Alma ndjeu një lehtësim të fshehtë. Ajo filloi të tregonte çdo detaj, çdo ndjenjë të panjohur që kishte ndjerë dhe çdo pasiguri që e kishte prekur zemrën e saj. Genti e dëgjoi me durim dhe dashuri. Ai nuk ndërpreu, nuk gjykoi, por mbajti dorën e Almës dhe i tha: "Alma, çdo gjë që ndodh tani nuk mund të na ndajë. Nëse qëndrojmë të sinqert dhe të bashkuar, nuk ka forcë që mund të na ndajë. E kaluara është e kaluar, dhe ardhmja është e jona." Bukurie, që i shikonte nga afër, kuptoi se vendosmëria e Almës dhe mbështetja e Gentit ishin qelësi i mbijetesës së kësaj martesë. Ajo ndjeu një lehtësim të vogël, por edhe një paralajmërim të qartë. Sfidat nuk kishin përfunduar, por tani kishte bazë të fortë për t'i përballuar. Ditët pas kësaj bisede, Alma filloi të ndjente një forcë të re brenda vetes. Ajo kuptoi se sfidat e së kaluarës nuk mund të ndryshonin dashurinë e saj për Gentin, por vetëm mënyrën se si do të vepronte tani. Bukurie, megjithse gjithmonë e kujdesshme, filloi të shfaqte respekt dhe mbështetje për vendimet e Almës. Por historia nuk ishte mbyllur. Në horizont priteshin ngjarje që do të testonin durimin, besimin dhe guximin e secilit. Një mister i ri, një provë e re e së kaluarës dhe ndikimi i njerëzve të jashtëm do të rritnin tensionin dhe emocionet, duke detyruar Almën, Gentin dhe Bukurien të bashkëpunojnë më shumë se kurrë për të ruajtur familjen dhe dashurinë e tyre. Ditët kalonin ngadalë, por tensioni brenda shtëpisë nuk zbriste. Alma ndjente se çdo hap i saj, çdo mesazh dhe çdo telefonat mund të ishte një hap drejt një konflikti të mundshëm. Gentit i duke e pamundur të mos ndjente ndikimin e së kaluarës së Almës, por ai përpiqej të ruante qetësinë dhe dashurinë që kishte ndaj saj. Një mëngjes, ndërsa Alma po përgatitej të shkonte në punë, Bukuria e thiri në dhomën e saj. Ajo nuk e kishte thirrur për një bisedë të zakonshme. Shikimi i saj i prerë dhe heshtja e gjatë bënin situatën të rëndë. "Alma, duhet të flasim për atë që ka ndodhur së fundi. Nuk mund të injorojmë prezencën e Erionit dhe ndikimin që mund të ketë mbi martesën tënde," tha Bukuria me zë të qetë, por të fortë. Alma e kuptoi se sfida ishte reale. Ajo përpiqej të qëndronte e fortë, por brenda saj ndjej frikë dhe panik. Nuk mund të fshihte emocionet e saj. Ato ishin pjesë e natyrshme e së kaluarës që po përballonte. "Bukurie, unë dua të bëj gjithçka që është e nevojshme për të mbrojtur martesën tonë. Nuk dua që e kaluara të ndikojnë mbi Gentin dhe mbi atë që kemi ndërtuar," tha Alma, duke u përpjekur të tregonte vendosmëri. Bukurie bëri një hap përpara dhe vendosi dorën mbi supin e Almës. "Alma, çdo veprim që bën tani është vendimtar. Duhet të jesh e sinqert dhe e kujdesshme. E kaluara nuk mund të fshihet, por mund të përdoret si një mësim për të ndërtuar një të ardhme të fortë. Genti ka nevojë për të ditur se ti je e gatshme të përballesh me çdo situatë." Ndërkohë, Gentit i kishte ndodhur një gjë e papritur. Ai ishte ulur në dhomën e tij dhe po mendonte për çdo detaj që kishte ndodhur me Erionin dhe Almën. Ai kuptoi se çdo vendim i Almës ishte një provë e dashurisë dhe sinqeritetit të saj. Ai vendosi të jetë mbështetje e saj, por gjithashtu të qëndrojë i vëmendshëm ndaj çdo situate që mund të kërcënonte martesën. Pas disa ditësh, Erioni u përpoq sërish të rikthente kontaktin me Alma. Ai i dërgoi një mesazh, duke treguar kujtime të vjetra dhe ndjenja që Alma kishte përpiqur të harronte. Kur Alma e pa mesazhin, një ndjenjë frike dhe pasigurie u përhap brenda saj. Ajo menjëherë i tregoi Gentit, duke ndarë çdo shqetësim që kishte ndjerë. Genti, me qetësinë dhe dashurinë e tij të zakonshme, i tha: "Alma, gjithçka që ka rëndësi është e tashmja. E kaluara nuk mund të na ndajë nëse qëndrojmë të bashkuar. Ne duhet të jemi të fortë për njëri tjetrin." Bukurie, që kishte dëgjuar bisedën, e kuptoi se e kaluara e Almës dhe prezenca e Erionit ishin prova të rëndësishme për martesën. Ajo vendosi të jap një këshill të qartë dhe të prerë. "Alma, nuk ka vend për dyshime. Çdo hap që bën duhet të tregojë forcën dhe sinqeritetin tënd. Vetëm kështu mund të ruajmë dashurinë dhe harmoninë e familjes." Në ditët që pasuan, Alma dhe Genti punuan së bashku për të ruajtur stabilitetin e martesës. Ata vendosën rregulla të qarta për kontaktin me të kaluarën,
dhe mënyrën si do të menaxhonin çdo situatë që mund të rrezikonte marrëdhënien e tyre. Bukurie, duke parë vendosmërinë dhe sinqeritetin e Almës, filloi të tregonte respekt dhe mbështetje më të madhe. Megjithatë, një sfidë e pritej. Një mik tjetër nga e kaluara e Almës, i cili kishte informacion të rrezikshëm, filloi të shfaqet në horizont. Ky person kishte mundësinë të zbulonte një sekret që mund të prishte gjithçka. Alma, Genti dhe Bukurie duhet të bashkëpunonin për të përballuar situatën dhe për të mbrojtur martesën dhe dashurinë e tyre. Në këtë moment, Alma kuptoi diçka të rëndësishme. Sfidat e së kaluarës nuk ishin fundi i lumturisë, por mundësi për të treguar forcën, dashurinë dhe besimin. Çdo provë ishte një mundësi për të forcuar lidhjen me Gentin dhe për të fituar respektin dhe mbështetjen e Bukurisë. Përplasja dhe zbulimi i sekretititët që pasuan shfaqjes së mikut tjetër nga e kaluara e Almës ishin të mbushura me ankth dhe pasiguri. Alma ndjente çdo frymë të thellë si një kujtesë e rrezikut që e kaluara e saj mund të sillte mbi martesën dhe marrëdhëniet brenda familjes. Genti, duke vëzhguar nga afër, përpiqej të ruante qetësinë dhe të mbështeste Almën, por tensioni i dukshëm fillonte të rëndonte gjithnjë më shumë mbi të gjithë. Një pasdite, kur Alma ishte vetëm në shtëpi, dera u troki papritur. Ishte një mesazh i shkruar në letër, por që përmbante një kërcënim të qartë. E kaluara jote mund të shkatërrojë gjithçka që ke ndërtuar. Kujdes, Alma. Zemra e Almës filloi të rrihte me shpejtësi. Ajo e dinte menjëherë se nuk mund të injoronte këtë paralajmërim. Pa humbur kohë, ajo e tregoi mesazhin Bukuries dhe Gentit. Bukurie, me natyrën e saj të vendosur dhe të kujdesshme, kuptoi menjëherë se kjo ishte një situatë serioze, dhe se vetëm veprimet e kujdesshme dhe bashkëpunimi mund të mbronin martesën. Alma, çdo hap tani është vendimtar. Duhet të tregosh forcë dhe maturi. E kaluara jote nuk mund të na ndajë nëse qëndrojmë të bashkuar, tha Bukurie me zë të qetë, por të prerë. Genti, duke mbajtur dorën e Almës, i tha: Alma, çdo gjë që ndodh tani do ta përballojmë së bashku. Nuk ka forcë që mund të na ndajë nëse qëndrojmë të sinqertë dhe të bashkuar. Alma ndjeu një valë qetësie për momentin, por e dinte që sfida nuk kishte përfunduar. Ajo vendosi të përballej direkt me mikun e vjetër dhe të sqaronte çdo gjë një herë e mirë. Kur u takuan, Alma foli hapur dhe vendosmërisht: "Çfarëdo informacioni që ke, nuk ka të drejtë të dëmtoj atë që kam ndërtuar me Gentin dhe Bukurien. E kaluara ime është e kaluar, dhe tani e tashmja është ajo që ka rëndësi." Miku i vjetër, duke kuptuar vendosmërinë e Almës, u tërhoq, por nuk ishte e qetë. Tensioni ishte i pranishëm dhe mund të rikthehej në çdo moment. Ditët që pasuan u mbushën me sfida dhe tension të vazhdueshëm. Bukurie, e cila gjithmonë kishte qenë strikte dhe e kujdesshme, filloi të shfaqte respekt të madh për vendosmërinë e Almës dhe përpjekjet e saj për të mbrojtur martesën. Ajo kuptoi se Alma nuk ishte më një vajzë që kishte qenë dikur. Ajo ishte e fortë, e vendosur dhe e gatshme të përballej me çdo sfidë. Një pasdite, Alma ul pranë Gentit dhe i tha: "Genti, kam kuptuar diçka të rëndësishme. E kaluara ime nuk mund të më përcaktojë më. Çdo hap që bëj tani është për ne dhe për të ardhmen tonë." Genti e përqafoi ngrohtësisht dhe i tha: "Alma, çdo gjë që ndodh tani nuk mund të na ndajë. Nëse qëndrojmë të bashkuar, nuk ka sfidë që mund të na thyejë." Në këtë pikë, Alma kuptoi se sfida më e madhe nuk ishte thjesht përballja me të kaluarën, por mënyra se si do të ruanin dashurinë, besimin dhe harmoninë brenda familjes. Bukurie e shikoi me krenari dhe i tha: "Alma, çdo vendim që merr është prova e forcës tënde. Nëse qëndron e sinqert dhe e vendosur, do të kemi një familje të fortë dhe të bashkuar." Dhe kështu, me vendosmërinë e Almës, mbështetjen e Gentit dhe udhëzimin e Bukuries, sfidat e së kaluarës filluan të humbnin fuqinë e tyre. Alma kuptoi se çdo provë ishte një mundësi për të treguar forcën dhe dashurinë e saj, dhe se bashkëpunimi dhe sinqeriteti mund të ndihmonin çdo martesë të mbjetonte, pavarësisht sfidave. Ditët pas sfidave të shumta, sollën një qetësi të butë brenda shtëpisë. Alma, me zemër të qetë dhe vendosmëri të re, ndjeu se çdo pengesë e kaluar ishte bërë një mësim që e kishte forcuar. Genti, gjithmonë pranë saj, kishte kuptuar se dashuria e tyre ishte më e fortë se çdo sfidë. Bukurie, e cila kishte qenë gjithmonë e kujdesshme dhe strikte, tani ndjente krenari dhe respekt të madh për Almën, duke kuptuar se nusja e saj nuk ishte thjesht pjesë e së kaluarës, por një grua e fortë dhe e vendosur. Një mëngjes, Alma u zgjua me diellin që hynte ngadalë në dhomë dhe ndjeu një qetësi që nuk e kishte ndjer prej kohësh. Ajo shkoi te Gent, i cili po përgatiste mëngjesin me buzëqeshje, dhe e përqafoi: "Genti, kam kuptuar se çdo gjë që kaluam na ka bërë më të fortë. Nuk ka sekret që mund të na ndajë, sepse tashmë dim se dashuria jonë është e vërtetë dhe e pastër", tha Alma. Genti e shikoi dhe i tha:
Alma, çdo sfidë, çdo moment i vështirë na ka sjell këtu. Tani nuk kemi nevojë për frikë apo pasiguri, vetëm dashuri dhe besim. Bukurie, që hyri në kuzhinë për të marrë një filxhan kafe, e shikoi çiftin dhe buzëqeshje i qetë. Alma, Genti, ju të dy keni treguar se forca e dashurisë dhe sinqeritetit mund të kapërcejë çdo pengesë. Unë jam krenare për të dy, dhe për atë që keni ndërtuar së bashku. Tani shtëpia jon është e mbushur me paqe dhe lumturi, tha ajo. Ndërkohë, mikët dhe të afërmit filluan të shfaqeshin, duke sjell gëzim dhe buzëqeshje. Alma ndjeu një ndjenjë të thellë falënderimi. Ajo e kuptoi se secili moment i vështirë kishte qenë një mundësi për të forcuar lidhjet dhe për të kuptuar se familja nuk është vetëm gjaku, por edhe dashuria dhe mbështetja e sinqertë. Genti dhe Alma vendosën të organizojnë një festë të vogël për të festuar këtë fillim të ri. Bukuria u bë pjesë aktive e përgatitjeve, dhe çdo detaj tregonte dashuri, respekt dhe harmoninë që tani mbizotëronte. Në këtë festë, Alma e shikoi Gentin në sy dhe i tha: "Genti, çdo gjë që kaluam më ka mësuar se dashuria jon është e fortë. Nuk ka sfidë që nuk mund ta përballojmë së bashku." Genti e përqafoi dhe i tha: "Alma, së bashku mund të përballojmë gjithçka. E ardhmja jon është e bukur, sepse ndërtojmë çdo ditë me dashuri dhe sinqeritet." Bukurie, duke parë këtë moment, ndjeu se gjithçka që kishte bërë për të mbrojtur dhe udhëhequr këtë familje kishte arritur qëllimin. Ajo i tha: "Alma, Genti, e ardhmja juaj është në duart tuaja. Tani, çdo sfidë që mund të vijë, do ta përballoni së bashku, me dashuri dhe respekt. Kjo është dhurata më e madhe që mund t'i jepni njëri tjetrit dhe familjes." Në fund, Alma, Genti dhe Bukurie qëndruan së bashku në balkon, duke parë diellin që perëndonte ngadalë. Një ndjenjë paqeje dhe lumturie mbushte zemrat e tyre. E kaluara kishte mbetur pas, sfidat kishin sjell forcë, dhe tani ata ishin gati të ndërtonin një të ardhme të ndritur, plot dashuri, besim dhe harmoninë që çdo familje ndëron. Në atë çast, Alma kuptoi se jeta, pavarësisht sfidave, ishte e bukur dhe çdo moment i vështirë mund të transformohej në një histori suksesi dhe lumturie kur kishte dashuri të sinqertë, besim dhe mbështetje të ndërsjellë.